who transform pain into policy. Historitë e dy gjeneratave të ndryshme nga dy shtete fqinje që pësuan nga i njëjti shtet gjenocidal mbërthyen skenën e si vjetme të forumit për gratë, paqen dhe sigurinë. Venesa Sulejmani nga Kosova si 4 vjeçare u bë dëshmitare dhunimit të nënës së saj Shuhrete Tahiri. Të pranishmëve nga 45 shtete të ndryshme, Sulejmani u tha se shëndeti fizik dhe mendor i saj ka qenë i rrezikuar seriozisht deri para pak vjetësh për shkak të traumave nga ajo që kishte përjetuar. Lufta ka pasur shumë viktima edhe pasi që ka përfunduar. Shpesh fëmijë që nuk kishin mundësi të shëroheshin e të mbronin veten e tyre nga gjërat që nuk mund dhe nuk duhet të kuptojnë. Në nësime ju deshën 20 vjet të gjente zërin e saj dhe derisa unë ende jam duke dëgjuar timin, unë do ta përdor atë me krenari për ata që s'kan zë. Dëshmitare krimeve të Serbisë pak vjet para Sulejmanit ishte Zijada Efendić nga Srebrenica e Bosnjë-Hercegovinës. Ajo tha se çdo ditë kanë qenë të ekspozuar nga dhuna për ndjekjet e vrasjet. Unë, burri im dhe fëmijët tanë duam që kur më nënat, baballarët, vëllezërit, motrat dhe të tjerët të mos përjetojnë luftë në këto anë. Duam që ata që kanë humbur më të dashurit e tyre të gjejnë paqe dhe që ne të jetojmë në paqe. Historinë e familjes Muçolli nga Pokleku e ndau edhe 20 vjeçarja Armira Muçolli, e cila së bashku me pjesëtaren e FSK-s Arbenita Haxholli e të pasionuarin pas teknologjisë Kol Krasniqi simbolizuan lullëzimin e Kosovës nga hiri i luftës. Kosova është shembull se çfarë mund të bëhet e mundur kur mbizotron paqja, tha presidentja Vjosa Osmani në hapjen e forumit 2 ditor. Sipas Osmanit, paqja nuk do të ishte e qëndrueshme pa lidershipin dhe urtësinë e grave. Ato asnjëherë nuk pranuan të shihen si viktima, por si ndërtuese të paqes. Ato luftuan jo vetëm për lirinë tonë, por po ashtu edhe për drejtësi, për dinjitet dhe për një të ardhme që ja vlen të jetohet. Forumi për gratë, paqen e sigurinë sipas kryetares së Kuvendit të Shqipërisë Elisa Spiropali është dëshmia e përkushtimit të Kosovës për paqen e për fuqizimin e grave në secilën fushë. Me urtësi përkundër mizoprive të papërshkrueshme të kryera nga regjimi të Miloševićit, Kosova kur nuk u ngret për të hakmarrë. Në vend të saj punoi pa u lodhur që të shndrojë dhimbje në forcë, punoi që të përfundojë lufta dhe të shmang konflikte dhe investoi në liri dhe sovranitet të kombeve dhe njerëzve. Për qëndrueshmërinë e tyre e luftën për drejtësi, presidentja Vjosa Osmani ndau medaljen presidenciale për nënat e Srebrenicës, disa prej të cilave ishin pjesëmarrëse të forumit. Paraprakisht ministri i punëve të jashtme të Bosnjë-Hercegovinës Elmedin Konaković tha se trashëgimia e nënave të Srebrenicës nuk është vetëm bosnjake. Guximi i tyre vazhdon të ekspozoj mohimin, të kërkoj llogaridhënie dhe të frymëzoj brezat që të qëndrojnë kundër gjenocidit dhe padrejtësisë. Ato nuk janë vetëm zëri i Srebrenicës, ato janë ndërgjegjja e mbar botës. Diskutimet në kuadër të forumit ndërkombëtar për gratë, paqen dhe sigurinë do të vazhdojnë edhe të martën.